etkisi, ünlü uyumun olmaması, Türkçedeki bazı seslerin kullanılmaması, Arnavut dilin seslerin kullanılması, vurgunun değişik yerde kullanılması gibi tespitlerdir. Biçim bilgisi, bölge ağızlarının Arnavutçadan bazı eklerin geçmesi, belirtme eki her zaman iyi şeklindedir. Sıfat fiilin yerine belirteçlerin, bağlaçların kullanılması, tamlamalarda öğelerin yer değişmesi, tamlamaların değişik fonksiyonlarını kaydettik. Söz dizini, Kosova'da Türkçe dil yapısı itibarıyla Hint-Avrupa dillerinin ailesine mensup olan diller arasında yaşarken doğal olarak değişmelere uğramıştır. Kosova Türk ağızlarında tümce öğelerin sıralanması, Türkiye Türkçesinin yazı dilinde tümce oluşumundan çok farklıdır. Yazı dilinde tümcenin sonunda bulunan yükler, bu ağızlarda çoğunlukla cümlelerinin başında bulunmaktadır. Türkçeyi betimleyen yan tümcecikleri oluşturan eylemsizler yerine Arnavut tümce yapısının etkisiyle Türk yazım diline yabancı olan sözcükler öbekleriyle oluşan bağımlı tümcelerin ve görev ile anlamları genişlenmiş belirteç ve bağlaçlar bol olan tümceler kullanması göze çarpmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de Suzan Hanım'a teşekkür ediyoruz hem güzel bildirisi hem de süreye riayet için. Sorumuz varsa hemen 1-2 dakika içerisinde soruları cevaplayalım. Görünüyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi oturumun 3. konuşmacısı Profesör Doktor Clara Kodra herhalde bize Yusuf ile Zeliha'yı anlatacak. Buyurun hocam. Biblia dhe Kurani, Biblia të shenjtë të krishterëve dhe muslimanëve, përveç mesazhit fetar dhe etik, sotërojnë edhe tjera jo të pakta artistike. Biblia është quajtur nga studiuesët të caktuar një lloj eposi i hebrejve dhe Kurani një kryevepër letësisë arabe. Përveç kësaj, këto vepra kanë ushtruar një rëzatim të fuqishëm mbi letërsitë të ndryshme artistike, qoftë me pasurinë e motiveve që përmbajnë, qoftë me veçanësinë e stilit të tyre. Rich Olierpau dhe fjala gjen një lloj të veçantë realizmit të Biblës. Po ne do ndalemi këtu te një motiv arkeologik shtetëtues të caktuar me origjinë biblike. Historia e të birit të Jakobit, djalit të bukur dhe të përkryqshëm Josif a Jusuf, që kanë shtetëtuar në fillim nga Bibla e Kuranit, me bonë në letërsitë e ndryshme të lindjes dhe më pak të perëndimit. Të motive gjejmë në fillim në letërsinë arabe, më bonë në letërsitë persiane dhe turke, të Firdusiu edhe të Xhamiu, të Hamdiu dhe të Jajaj. Akoma më bonë në letërsinë shqiftare, të Bejtegjiu Kysyku, Mandej të David Frashëri, Sami Frashëri, Hafiz Ali Korçe dhe Anton Zaku Shajupi. Pikat themelore subjekte dhe personazhet janë të njëjtë në Bibël e në Kur'an. Djaloshi i bukur i Josef ose Josif në Kur'an në Jusuf, i shitur nga veçeri të Egypt dhe sklav një zyrtarit të lartë, të ndohet nga gruaja e këtij të fundit që e dashuruar pas tij kërkon ta josh, po ai refuzon dashurinë e saj për arsye morale. Gruaja për atë marrje e akuzon të shoqë për urvatje për dunimin dhe djaloshi i pafajshëm përfundon në burg. Më vonë në mendimin e Perëndisë, djali lirohet dhe mendim fiton një pozitë të lartë. Në Kur'an ka edhe një rëndësi tjetër që mungon në Bibël. Në fund vetë gruaja të akuzoi djalin pa të drejtë, pranon fajin e vet. Kështu që pasia e Jusufit pranohet pas një dyshim dhe ai rehabilitohet plotësisht. Poetët dhe në përgjithësi shkrimtarët janë frymëzuar nga këtë motiv dhe kanë shtjelluar me gjerë duke shtuar qëndisje të ndryshme në strukturën replikare dhe duke i dallëruar karakteret e personazheve të dhëna në pak vija në paratekstet fetare. Historia e Jusufit parekiste në pak interes për shkrimtarët, duke i pasur të ndërthuara në skenën e subjektit, temën e dashurisë pasion, të dashurisë së parës si mëkat dhe temën e të pafajshmit të përsekutuar, që mund të përfundojnë si në paratekstet me trupin e virtytit, po kanë edhe vete edhe embrionin e një përfundimi tragjik.
Në paratekstet fetare, trajtismi i zbutët nga përfundimi i lumtur për erojnë dhe konceptohet si sprovë nga Perëndia, ndërsa tema e dashurisë pasion në përfrutje me moralin fetar shpjegohet duke vështruar si mëkat. Autorët që u frymëzuan nga ky motiv prirën për ta parë temën në fjalë në dy aspektet e saj, si shkelje e normave morale në plan etik dhe didaktik, po edhe si pasqyrim të një force spontane dhe të pandashme dashurisë pasion, që pushton njerëzit dhe mund të nëshirohet dhe simpatizohet. Në një fjalor enciklopedik që i jep të motivën e tërsinë persiane, bëhet kjo vrekje kuptim plot. Çifti Yusuf dhe Zeliha është një shembull klasik dashurie besnike që është aq më i dashur për shpirtin oriental, për disa origjina dhe rrethanat e tij e veshin me prestigjin e fesë. Pra, autorët mbajnë një qëndrim ambivalent ndaj kësaj dashurie fajtore dhe protagonistes mëkatare që kundërvihet Jusufit të vërtetshëm. Edhe i denojnë edhe i simpatizojnë gruan e dashurinë e saj, duke admiruar njëkohësisht lartësinë morale të eroit. Tema e dashurisë fatale dhe të pafajshmit të përshkruar do trajtohen njësisht nga drejtimet letrare të sentimentalizmit dhe romantizmit, po patën trajtimin e tyre të veçantë në letërsitë elitare, arabe, persiane dhe turke që u zhvilluan me një anë në drejtimeve letrare. Ne do ndalemi tani në ngjyrimin e veçantë që mori të motiv në dy letërsi të me zhvillim atipik, si letërsia turke dhe letërsia shqiptare. E para qëndroi për një kohë me një anë në drejtimeve me program të qartë estetik, deri kur u shfaq romantizmi. Dhe njohu dy faza, fazën klasike dhe fazën klasike. Kemi një letërsi elitare, ku u shfaq dukuria e vetë jenezës, kur letërsia linte ka letërsia jo nga jeta. E dyta që gjithashtu atipike, po dallohen nga një karakter që të thuash ishullor, domethënë përbehen nga ishu i të vërquar nga njëri tjetri, si letërsia biblike që u zhvilluan në dy detë të pavarura, letërsia katolike veriu, letërsia hebreishe me motive biblike, letërsia e bejtëgjimbe që ndërthurte karakterin fetar musliman me karakterin laik, letërsia fetare ortodokse shekullit 18. Edhe letërsia shqiptare do të unifikohej për herë të parë nga drejtimi i romantizmit, që u identifikua me letërsinë e Rilindjes. Kjo letërsi që i gjithashtu më pranë në folklorit dhe ky titulli i saj u shfaq edhe te ata poet që u quajtën bejtëxhi. Ndonë se ndoqen modele letërsisë elitare, çuditërisht përdoren në gjuhën shqipe teknikat e letërsisë kojore vetas, si figuracioni dhe metrikën. Në letërsitë orientale u tregua kujdes për një besnikëri ndaj paratekstit, Kurani, që kërkon në rrethimin e Biblës, po me një ëndësi që ndryshon. Fakti që ndonë se papajësia e erojit të përsekutuar dëshmohet për një prove materiale, si që është të prisja e këmishës nga prapa, ai dënohet njësoj për të shmangur skandalin, ndërsa në Bibël akuzat për gatje për vënimin e anëngruar në zyrtarit e lartë, besohet plotësisht nga i shoqi, në këtë mënyrë dënimi i djalit për ligjej. Në Kuran ekziston gjithashtu një episod interesant me një gjetje që zbulon bukurinë e jashtëzakonshme të Jusufit. Gratë e ftuara në shtëpi nga i shoqja ministri, kur shohin djaloshin, pritën pa kuptuar metrikat në të cilën qeronin frutat. Ky detaj e portretizon djaloshin me tepër se çdo të bënte një larmi për shkrimesh a epitetesh. Ky Dusiu e riprodhon këtë episod në poemën e vetë të shkruar në Friqeri Jusufi dhe Zeliaja, dhe në përgjithësi ndjek rrethimin e Kuranit duke sugjeruar. Xhamiu e trajton në motivin më në realitet. Ai e nis rrethimin me një ëndër të Zelias, kur është ende vajze, kur Jusufi shfaqet si burr i arshëm. Pasi martohet pa dashjen e vetë me ministrin, ajo i vjen në realitet fytyrën e njeriu të parë në emër të Jusufit. Futja e ëndrës sjell në poemën një notë fataliteti. Gjithashtu në fund të poemës, Zeliaja tashmë plak dhe e verdhë, të gjon trokullimin e patkojve dhe kuajve të kortizhit madhështor që ati që deshi dikur dhe vazhdon të dashurojë thonë se pa shpresë. Mund të mendohet se në këtë fund poeti dënon me katin e gruas, megjithatë në këtë zgjidhje duket edhe dhimbja për një dashuri tragjike. Dy poetët turq që zhvillojnë këtë motiv në poemat e tyre, Hamdiu dhe Jajai, ky i fundit e bën poemën Jusufi dhe Zulejave pjesë në një pentalogjie. Nuk arrin të japin një konceptim original, kështu që veprat e tyre mbeten si hije të modeleve paraprijës persiane. Ato nuk shkëputën nga prirja për vizatimin i si bardhëzit e personazheve kryesore me karakter të kundërt.
edhe nga tërmimi i plumës didaktike moralizuese me një pak simpatie e mëshirë ndaj një dashurie fajtore po tragjike. Kyçyku Jesodi për e parë të motiv këtë subjekt shtrëngtues në letërsinë shqiptare në një novellë në vartje e zhvillon në tepër kompleksitetin e çiftit qendror të personazheve dhe dëpërton në tepër në dallgëzimin e ndjenjes të lëvizjes ngjarje, dashurisë pasion. Është e vërtetë që poeti moralist, i cili e sheh protagonistin si të zgjedhur nga Perëndia dhe mishurinë të virtytit, dhe gruan që dashuron si mëkatare, hyn në një farë diluftimi me poetin psikolog. Kyçyku ditë ka për momente interesante psikologjike, si lindjen e dashurisë në zemrën e Julias, e cila nuk është thjesht pasion fizik që ndes bukuria e dialoshit, por shkrihet me një komponente shpirtërore, të mshurinë një farë ndjenje mësore që e ngjall buajt e shpirtërore i Jusufit, i cili sharon dot atëherë në familjen. Gjithashtu, poeti pikturon ngurimin e natyrshëm të gruas për të shfaqur e parë ndjenja, shndrimin e dashurisë së saj si një orkestër rritje, në pasion të furishëm dhe shkatërues, me mandenin një ndjenje ambivalente dashuri urrejtje, që e çon gruan drejt vendimit për kuroshvelje, dëshirës për të vrarë të shoqen dhe ta kuzuar të një papashme kur si plotësoi dëshira. Më vonë në çuditërisht pas akmarrjes, të ndjenje zbutë kur gruaja shkon të shkojë djalin e ri në burg. Ajo vetëm e shfiron trupin e vet, po ndjen edhe të qartë për viktimin e papashme. Poeti në intuitë psikologjike pashkuron batica dhe zbatitse të ndjenjes. Evolucioni i parë negativ i dashurisë deri në mëkat e krim, ja vjen një evolucioni pozitiv, një katarsisi, që çon Zulejan në përqafimin e fesë së Jusufit, feja e vërtetë për poetin, në të drejtuarit e saj të Perëndia për mbështetje, në një besnikëri kërmënduese kur pas vdekjes së të shoqit e infuzon ofretat e tjera për martesë që mund të paraqisin një dashuri të mira, dhe së fundi, kur djali merr për grua, sublimohet në dashuri dashurtore. Pra, Zulejaja e Kyçykut është një personazh me hije drita. Poeti nëndizon bukurinë e saj fizike dhe shfaq një kuptim ndaj dëshirës së saj për gëzimet e jetës. Gjithashtu ai nëndizon një rrethan lehtësuese për fajin e saj, një kvalitetin e përshokit për të cilën nuk ura nuk tjetër, që e privon edhe nga gëzimet e dashurisë edhe nga ato të amësisë. Ideja e katarsisit nëpërmjet dashurisë, e rindjes morale dhe sublimimi i pasionit në dashuri bashkëtorë janë visit poetës shqiptarë, parë të cilit kishin parë